Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Të gjithë hani kastravec, por askush nuk e di se çfarë i shkakton zemrës dhe zorrëve. Konsumimi i kastravecit ju sjell shumë përfitime shëndetësore që ndoshta nuk i keni dëgjuar më parë. Mësoni disa nga përfitimet që merrni nëse ju do të konsumoni një të tillë në ditë. Hidratim shtesë është i njohur për sasinë e lartë të përqindjes së ujit në të. Uji pastron trupin dhe gjithashtu largon toksinat. Ju merrni 40% të konsumit të përgjithshëm të ujit nga ushqimet. Ai është i përbërë në masën 95% nga ujë. Pra, në qoftë se ju hani një kastravec në ditë, keni ngrënë dhe keni pirë në të njëjtën kohë. Ka pak kalori. Kastravecët janë të pak në kalori dhe përmbajnë afro 15 deri në 17 kalori. Veç kësaj, ai është i pasur në vlera ushqyese si fibra, proteina, vitaminë C, K, mangan, hekur, zink dhe magnez. Pjesa më e madhe e lëndëve ushqyese fibrat gjenden në pjesën e jashtme të lëkurës. Humbisni peshë. Për shkak të kalorive të pakta dhe fibrave të shumta, kastraveci është një favorit për të bërë pjesë e dietës tuaj dhe ju ndihmon që të humbisni në peshë. Ndihmon edhe në shëndetin e mukozës së gojës. Nëse mbani një fetë kastraveci në gojë për pak sekonda, ju keni vrarë shumë baktere dhe eliminoni kështu aromën e pakëndshme të gojës. Sheqeri i ulët në gjak. Kastraveci përmban disa antioksidantë të cilët të reduktojnë stresin oksidativ duke ndihmuar në uljen e nivelit të kolesterolit të keq dhe të sheqerit në gjak. Ulën nivelin e stresit. Është i njohur gjithashtu si një përdorues për uljen e nivelit të ankthit. Ndihmon në shëndetin e flokëve, thonjve dhe gjithashtu lëkurës. Kastravecat përmbajnë edhe vitaminën A, B, C, K, mangan, fiber dhe kalium, të cilët janë shumë të rëndësishëm në krijimin e një sistemi të shëndetshëm imunitar. Dhe kur trupi dhe sistemet tuaja imunitare janë të shëndetshme, shpesh kjo reflektohet edhe në flokë dhe në lëkurën tuaj. Përveç kësaj, trangujt janë edhe të pasur me silicë, e cila është e nevojshme për zhvillimin e indeve lidhëse dhe gjithashtu shëndetit. Përmbajtja sulfurike është gjithashtu çelësi për të ndihmuar tretjen dhe rritjen e flokëve në mënyrë të shpejtë dhe të fortë, si edhe një sër problemesh të tjera. Përmbajtja sulfurike është gjithashtu një çelës për të ndihmuar në shumë aspekte shëndetësore. Sipas një artikulli të botuar nga Kolegji Huntington i shkencave të shëndetit, squfuri ka aftësinë për të formuar lidhje të forta, të cilat kontribojnë në flokët tuaj të shëndetshëm. Gjithashtu, MSM, e cila përmban squfur, është e nevojshme për forcimin dhe formimin e keratinës për thonjtë dhe flokët. Përmirëson tretjen. Siç u përmend në fillim, kastravecët përmbajnë nivele të ulta të ujit dhe gjithashtu të fibrave. Së bashku këto dy lëndë ushqyese thelbësore ndihmojnë në lëvizjen e ushqimit tuaj në trupin tuaj duke promovuar bakteret e mira në zorr në mënyrë që të rregullojnë edhe lëvizjen e zorrëve dhe duke parandaluar kështu edhe kapsullëkun. Kujdeset për shëndetin e zemrës. Është e njohur gjerësisht se nivelet e kaliumit ndihmojnë muskujt, nervat dhe veshkat për të filtruar gjakun dhe si rezultat ndihmon që zemra juaj të lëvizë gjakun e pastër dhe të shëndetshëm në një mënyrë sa më efikase. Në të kundërt, hulumtimi ka gjetur se kaliumi i vogël mund të kontribojë në shëndetin e sëmundjeve kardiovaskulare.
Prandaj, ju duhet që të konsumoni kastravec sepse që në kohrat antike, kastravecët janë përdorur në Indi si vakte, por edhe në mjekësinë tradicionale. Kjo sepse në një vend të ngrohtë kastravecët sigurojnë gjithashtu hidratimin e nevojshëm dhe gjithashtu freskinë e nevojshme për trupin tuaj, sidomos në periudhat më të nxehta të vitit. Ky nuk është i vetmi përfitim që ofron ky frut, por në fakt ai përmban edhe shumë përfitime të tjera të cilat janë po aq efikase për shëndetin tuaj. Kundërto mund të përmendim, do të mbroheni më mirë nga sëmundjet neurologjike. Fisetini i pranishëm te kastravecët është identifikuar për rëndësinë e tij në shëndet të mirë të trurit dhe gjithashtu është identifikuar si përmbajtës i mirë i fosforit. Mungesa e fosforit lidhet me një rrezik në rritje të sëmundjeve njohëse. Pra, ngrënia e kastravecave do ta mbajë trurin tuaj të mprehtë dhe të përqendruar. Mund të humbisni peshë shumë shpejt. Përmbajtja e lartë e ujit te kastravecët ju ndihmon që ju të ngopeni më shpejt duke kontrolluar kështu mbi ngrënien. Kastraveci nuk përmban yndyrë dhe sërish është një frut i cili ka pak kalori, prandaj është një zgjidhje e shkëlqyeshme për çdo i cili përpiqet të humbasë në peshë. Rreziku i sëmundjeve të këqija do të zvogëlohet. Fisetini, një flavonoid i cili ka zgjuar interes të madh në mesin e studiuesve të sëmundjeve të këqija, është i pranishëm te kastravecët. Përveç vetive antioksiduese dhe antiinflamatore të këtij flavonoidi, ai gjithashtu ka qenë i lidhur me zvogëlimin e rrezikut të sëmundjeve të caktuara. Tretja do të përmirësohet. Kastravecët përmbajnë fibra dietike dhe një sasi të mirë të ujit, të cilat ndihmojnë në tretje. Vitaminat të cilat gjenden te kastraveci ndihmojnë gjithashtu për të përmirësuar funksionimin e sistemit tuaj tretës. Konsumimi i një kastraveci çdo ditë mundet që të zgjidhë problemet që lidhen me lëvizjet e zorrëve. Trupi do të marrë më shumë hidratim. Rreth 95% e një kastraveci është ujë, kështu që ngrënia e tij çdo ditë përmirëson nivelin total të hidratimit në trupin tuaj, i cili nga ana tjetër ndikon në shëndetin tuaj në një mënyrë pozitive. Në qoftë se ju jeni një person i cili harron të pini ujë, atëherë konsumi i një kastraveci në ditë mundet që të jetë një truk i mrekullueshëm për ju. Lëkura juaj do të jetë më e butë dhe me shkëlqim. Kastravecët e mbajnë trupin të hidratuar, gjë e cila është e dobishme edhe për lëkurën. Për më tepër ato përmbajnë vitaminën B, si niacin dhe riboflavin, së bashku me vitaminën C dhe zinkun, të cilat janë thelbësore për mbajtjen e lëkurës së pastër. Kastravecët gjithashtu përmbajnë acid kafeik, i cili lufton acarimin dhe inflamacionin e lëkurës. Lëndët ushqyese të kastravecit ndihmojnë gjithashtu edhe për të luftuar shenjat e plakjes së lëkurës. Cilësia e kastravecave do të përmirësojë cilësinë tuaj të flokëve. Vitaminat B, të cilat janë të pranishme të kastravecët, janë shumë të dobishme për lëkurën e kokës dhe shëndetin e flokëve. Biotina, riboflavina, niacina dhe vitaminat B5, B6 dhe C, të gjitha kanë një rol të rëndësishëm në rritjen e flokëve tuaj. Ato gjithashtu parandalojnë humbjen e parakohshme të flokëve dhe thinjat. Shëndeti kardiovaskular do të përmirësohet. Kastravecët gjithashtu përmbajnë kalium dhe magnez së bashku me vitaminën K. Këto tre lëndë ushqyese janë shumë të rëndësishme për funksionimin e duhur të sistemit kardiovaskular. Gjithashtu, vitamina K shërben si një faktor jetësor në mpiksen e gjakut dhe rregullimin e niveleve të kalciumit në gjak. Nivelet më të ulta të kalciumit dhe të magnezit janë lidhur me presionin e lartë të gjakut. Konsumi i rregullt i kastravecit ulën nivelin e kolesterolit të keq gjithashtu.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.